Shiko, pjesë e konfliktit civil nuk mendoj që ka kushte për një konflikt civil, sepse presidenti Trump mori një mandat të thellë në nëntor të vitit 2024 dhe kjo të tregonte që ka konsensus në një farë mënyrë mbas agjendës së tij. Nuk bëhet fjalë tu për Trumpin e mandatit të parë, i cili polarizonte goxha për shkak të faktit që nuk i kishte votat. Madje Mhm. votën Trumpin në 2016 kur mposhti sekretarin e shtetit Clinton e humbi votën popullore. Ndërkohë që këtë radhë në 2024 përveç se ai fitoi elektorale, fitoi dhe votat e shumicës për agjendën e Trumpit. Dhe kjo e bën të pamundur me në konfliktin civil sepse shumica e njerëzve janë me Trumpin aktualisht. Kjo është thjesht klima politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani, por një përgjigje pyetjes sonde, a e shohën me shqetësim? Nëse Chicago do ishte një qytet pa kriminalitet, unë do e shija me shumë shqetësim. Unë në një farë mënyrë kam qenë vetë në Chicago, që është qytet përrallor, por sigurisht ka ghetto ku njerëzit të thonë nuk mos shkosh fare, një prej tyre quhet O Block. Unë kam pasur shumë shokë në Chicago që thoshin mos shko në këtë ghetto sepse ha plumb. Dhe kjo është në shumë qytete të mëdha amerikane, domethënë janë kthyer në war zones, janë kthyer në zona lufte. Në këto kushte, në momentin kur guvernatori i shtetit, në rast J.B. Pritzker i Illinoisit, nuk merr masa, në momentin kur kryetari i bashkisë së Chicagos thotë që kjo krizë nuk ekziston, duke ditur që e bëjnë të zgjidhë kriminalitetin, kështu që ne nuk flasim dot për këtë pjesë. Dhe ka shumë njerëz që vriten për shkak të këtij kriminaliteti, normalisht ka për detyrë qeveria federale të ndërhyjë për të garantuar rendin. Vlen gjithashtu të thuhet që të paktën na kuptojnë dhe dëgjuesit si funksionon sistemi policor në Amerikë. Nuk ka një polici shtetërore, nuk ka një polici federale në Amerikë. Domethënë është FBI, por FBI nuk merret me këto gjëra. Policitë në një farë mënyrë janë lënë shteteve dhe janë lënë bashkive. Domethënë NYPD për shembull është New York Police Department, Mhm. që CPD është Chicago Police Department. Pra departamentet e policisë janë lënë bashkive. Mirë po, qeveria federale i financon, pra ka mundësinë të çojë para ose të heqë para. Ajo që Trumpi po kërkon të bëjë është të invokojë aktin e rebelimit, Insurrection Act, që i vitit 1807 nga presidenti Thomas Jefferson, ku ushtria amerikane me urdhër të presidentit mund të çohet në rrugë për të luftuar kriminalitetin dhe garda kombëtare që ti përmende, që në fakt është i përket shteteve, nuk i përket qeverisë federale, sipas këtij akti mund të federalizohet, mund të vihet në shërbim të qeverisë federale pra të presidentit. Dhe Trumpi këtë logjik kushtetuese, këtë logjik ligjore, bazuar ke ky akti i insurrection i vitit 1807 po përdor. Në kushte normale nuk do ishte ai që ne donim, por në kushte kur ka një kriminalitet shumë të madh në qytetet amerikane, Chicago ka rreth 2000 të vrarë në vit, për një qytetin e tretë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, është qyteti i tretë më i madh pas New Yorkut dhe LA-t. Është qendër e kapitalizmit botror, është qendër e qytetërimit botror. Të kesh një kriminalitet kaq të lartë, është pak a shumë është e papranueshme. Dhe jo më kot Trump po kërkon të ndërhyjë. Në këtë kontekst, Mhm. Egon, unë gjithashtu doja të në një farë mënyrë të jepja pak më shumë në një farë mënyrë shikim tek aspektet për cilat Trump po kritikohet shumë dhe mendoj që ka edhe Po? kritik të drejtë aty për faktin që ka disa figura demokrate që po akuzohen aktualisht nga Departamenti i Drejtësisë, nga Department of Justice, Ministria e Drejtësisë versioni amerikan, për krime të ndryshme. Për shembull, James Comey është po akuzohet nga FBI aktualisht, po akuzohet nga Departamenti i Drejtësisë, ka qenë ish shef i FBI-s në kohën kur Trumpit ju hap ajo e problemi me Rusinë, me ndërhyrjen e Po, Rusë në po, zgjedhje. po, po. Leticia James është kryeprokurore e New Yorkut. Edhe ajo tani po përballet me akuza nga Departamenti i Drejtësisë së Trumpit. Leticia James ka qenë ajo që ka nisur procedimin penal ndaj Trumpit në New York, procedim civil për qenë më i saktë, në kohën kur ai po rikandidonte. Adam Schiff është senator i Kalifornisë, edhe ai po përballet me akuza nga Departamenti i Drejtësisë. Andrew Cuomo ishte guvernatori i New Yorkut që tani po rikandidon në fakt për kryetar bashkie të New Yorkut, edhe ai po përballet me akuza nga Departamenti i Drejtësisë. Janë të gjithë figura demokrate, janë të gjithë figura liberale dhe shumë figura në Amerikë kanë ngritur shqetësim që Trump po targeton kundërshtarat politik. Unë nuk e di sa e vërtetë është kjo, por në një farë mënyrë vlen të thuhet dhe gjëja e fundit që unë do doja të përmendja ka të bëjë në një farë mënyrë me këto ICE raids, pra sulmet që ICE po bën në komunitete. ICE është organizata anti-emigracion të paligjshëm në Amerikë, një agjenci federale. Amerika ka një problem të madh me emigracion e paligjshëm, dhe jo më kot ICE po ndërhyn fuqishëm që të deportojë një pjesë të madhe të emigrantëve të paligjshëm me të drejtë duke zbatuar ligjin amerikan, por po has shumë përfshirësi edhe nga populli që po reziston, edhe nga policitë lokale
rasti i fundit që ishte i Chicagos, të cilët nuk bëjnë detyrën dhe nuk e lejojnë ISIL të veprojë, por edhe nga organizata ekstremiste terroriste, siç është ajo e Antifës, të cilën Trumpi me një urdhë ekzekutive ka shpallur organizatë terroriste, dhe që së fundmi, madje dje, mbajti një tryezë me Kirsti Novin, me Kash Patelin që është drejtori i FBI-s, me Pam Bondi që është kryeprokurorja, për rrezikun që Amerikës i kanosë nga Antifa, në një kohë ku në fakt vlen të thuhet edhe për një publik shqiptar, Antifa është organizatë që funksionon jo vetëm në vendet e Evropës, por edhe në Shqipëri. Një organizatë terroriste, e shpallur terroriste nga presidenti Trump nëpërmjet një urdhë ekzekutiv. Pra, në një farë mënyrë agjenda Trump prek edhe vende që nuk janë Amerika. Qartë. Mirë, Ruel, duhet të kalojmë pak në Shqipëri tani, sepse kemi pas një ngjarje të rënda, duhet të thënë. Dhe po e nis pikërisht me vrasjen e në detyrë gjatë procesit gjyqësor, gjatë dhënies vendimit të gjyqtarit Astrid Kalaja, pak ditë më parë, ka patur shumë reagime nga komuniteti, nga opinioni publik, të cilat në një masë dërmuese kanë shprehur, po themi, dënim për sistemin e drejtësisë, jo për gjyqtarin e ndjerë në fjalë konkretisht, por për mos funksionimin e sistemit të drejtësisë. Kemi patur reagime politike që janë fokusuar tek çështja e sigurisë në institucionet dhe në gjykata dhe nga komuniteti i drejtësisë, nga komuniteti i avokatëve, reagime të cilat janë fokusuar tek, po themi, një ristrukturim i sistemit të drejtësisë. Ti si e ke parë si ngjarje këtë dhe ku je në opinionin tënd? Unë mendoj që është një ngjarje e tmerrshme, është absolutisht një sulm barbar, kriminal, antiligjor dhe madje edhe terrorist ndaj sistemit të drejtësisë, ndaj rendit ligjor në Shqipëri, ndaj shtetit shqiptar. Unë jam në një farë mënyrë tërmaksur ose indinjuar shumë, nuk po them tërmaksur, por indinjuar nga dy lloje reagimesh. E para ka qenë reagimi i Xhaxhait të vrasit, ose të dyshuarit për vrasje, i cili tha që nëse gjykatësi tjetër tha dënon Tim Nip, unë do të bëj të njëjtën gjë me atë, domethënë vijon barbarizmi, vijon vetgjytësia, vijon ky mentaliteti unë ta marr jetën nëse nuk bie dakord me ty. Dhe nga ana tjetër, faktikisht shokta pseudoanalistët edhe pseudo-eruditët e medjave online, të cilët fillojnë dhe fajsojnë klasën politike për çdo lloj psikopati që shkon dhe vret dikë. Nuk ka asnjë fare klasa politike për deficiencat e thella kulturore të një populli. Dhe ne analizën do ta nisim nga këtu, nga fakti që kultura e dhunës në këtë vend, në këtë shoqëri promovohet kudo. Në media, në art, në shkolla, në politik, po duhet në politik patjetër, kudo. Pra ne kemi një problem të madh kultural me këtë mentalitetin e eposit kreshnikëve, me këtë mentalitetin e të fortit, me këtë mentalitetin tribal të mos respektimit të shtetit dhe mos respektimit të ligjit dhe të bërit çfarë do ti, kur do ti dhe si do ti. Për këtë duhet të flasim ne si intelektual egon, përpara se të flasim për klasën politike dhe përpara se të flasim për deficiencat në sistemin e drejtësisë. Fakti që sistemi i drejtësisë ka deficienca, fakti që njerëzve i ka ardhur majt hundës raste që zgjasin me 10 me 15 vite për çështje pronash, fakti që këtu është bërë një barbari, qoftë nga kriminalët komunistë që u vodhën tokat shqiptarëve për 50 vite dhe nga të papërgjegjshmit mbas viteve 90 që me ligjin 7501 në një farë mënyrë ndan tokat ke pronar që nuk ishin pronar. Ne i dim të gjitha këto, por kjo prap nuk justifikon vrasjen e një gjyqtari apo një efektivi apo një funksionari të shtetit në krye të detyrës. Kështu që asnjë justifikim për ngjarjen që ka ndodhur, nga ana tjetër sigurisht që unë mendoj që ne do të flasim për probleme strukturale. Do të flasim për faktin që nga Bashkia e Shkodrës, konkretisht në këtë rast, është bërë një mishmash. Pra kemi 31 familje, të cilat shtrëhohen në pronë shtetërore, del dikush në 2012 dhe thotë unë i kam të gjitha letrat për të bërë pronar, ai shfall pronar nga Ministria e Financave, i jepet edhe drejta për të para bler apartamentet, ai ble apartamentet me të drejtën ligjore, ndërkohë që banorëve nuk u jep askush asnjë zgjidhje, pra që normalisht kur ti blen apartamentet, ke të ka njohur shtetit të drejtën ligjore, me të drejtë ti ke të drejtën e asaj prone dhe asaj ndërtese që ndërtohet me atë pronë. Ndërkohë që përmbarimi ka shkuar në 2013 apo 2014 për të bërë largimin e banorëve, sepse gjykata shkallës parë ja kishte dhënë pronën të akuzuarit për vrasje,
dhe banorët nuk janë larguar. Vendimi për mbarimit nuk është zbatuar dot, pra tregon që shteti ynë ka një problem të madh me zbatimin e ligjit. Kjo nga gjykata shkallës parë ka vërtetur në apel, dhe në apel ndodhi ajo që ndodhi para 3-4 ditësh. Domethënë, dhe e gjitha kjo në kontekstin e mungesës totale, dhe këtu mund flasim për politikën, mungesën totale të zgjedhjes politike nga Bashkia e Shkodër, që duhet me dojë mos tu kishte dhënë një zgjidhje aty 31 banorëve. Në momentin kur ka dalë një pronar legjitim, Ministria e Financave thotë është pronar legjitim, gjykata e shkallës parë thotë është pronar legjitim, ka bler ato apartamente, ata njerëz duhet të largohen që aty. Dhe në momentin kur ata largohen që aty, shteti të mos çoj para ke oligarkët edhe ke investitorë strategjik, por parat ti përdori për strehuar edhe 31 banor diku tjetër. Dhe kjo do të ishte zgjidhja. Kjo nuk ka ndodhur dhe sigurisht mungesa e zgjidhjes politike prodhon atë që prodhon dhe gjëja fundet që do të them e gon dhe pastaj do ta lë fjalën ty për të dëgjuar dhe mendimin tënd. Kemi dhe një problem ne këtu me këtë një farë me mosndarjen që ne kemi të shtetit dhe private. Domethënë skaneri nuk punonte. S'ka investime fare për gjykata, për sigurinë. Skaneri nuk punonte. Flitet që ka një kompani private, Illyrian Guard, e cila në fakt është në varësi e Ministrisë së Brendshme, por është kompani private, e cila ruan sigurinë e gjykatave. Pse s'është policia e shtetit aty? Pse policia e shtetit ruan vetëm hapësirën e jashtme të gjykatës dhe nuk është brenda për të garantuar sigurinë e gjykatave. Pam deklaratën e papërgjeshme të Ministrisë së Brendshme, ministres së parë grua të brendshme në Shqipëri që dele thotë aty që policia e shtetit s'ka asnjë përgjegjësi. Si s'ka policia e shtetit përgjegjësi? Më e pakta policia e shtetit duhet të ketë përgjegjësi. Ne nuk duhet të kemi asnjë kompanie private në asnjë formë, në asnjë mënyrë që ruan shtetin tonë. Duhet të jetë policia e shtetit. Nuk duhet të kemi kur raste kur si në rastin e gjykatës apelit, kancelari i gjykatës punson një roje private aty, që vjen dhe punon edhe bën kontrollin para se të futen njerëzit në gjykatë. Dhe kujtojmë që ai zotria është arrestuar mbi 60 ca vjeç burr për shkak se ka bërë kontrollin ashtu siç duhet dhe ka lejuar një vrasje. Pra të gjithë to tregojnë që kjo ideja që ja japin privatit funksione që do ta bëjë shteti, në fakt nuk ka funksionuar përpos mungesës së vullnetit politik edhe deficiencave kulturore që ne kemi si popull. Po, në fakt unë jam në pjesë më të madhe të gjërave jam absolutisht dakord me ty dhe mendoj që realisht ka shkarë nga të gjitha anët si në aspektin shoqëror, kulturor, ekonomik, politik, në çështjet e sigurisë, sa i takon këtij rasti. Kështu që nuk e di nëse mendojnë që është momenti që këtu të ndërmerret një reflektim i thellësparë mbi të gjitha hallkat që përbëjnë këtë dështim që ka sjellë në këtë ngjarje kaq tronditse, apo do të kalohet edhe kjo si gjithë të tjerat me disa, po them, makijazhe të lehta për të vazhduar pastaj të jetojmë ditën tjetër. Unë mendoj që është kjo e dyta sepse ndryshimet e mëdha vijnë nga rrënjët, nuk vijnë nga gjethja. Domethënë nuk mund të presim dot që politika të bëjë një ndryshim edhe ta përhapë ke pjesa tjetër e shoqërisë. Duhet që vetë shoqëria të ketë një farë zgjimi që këtu nuk ekziston. Si e dim ne këtë që nuk ekziston? Shko në Beograd. Rinia serbe ka një muaj, mos them më shumë, po një muaj të paktën, që ka mbushur sheshet e Beogradit. Në një kohë kur rinia shqiptare shijon Dërmiun dhe Shëngjinën. A nuk është dhe Serbia një autokraci? A nuk është Vučići njëri i korruptuar dhe i akuzuar për lidhje me bandat? Po pse dalin serbët? Kurse ne këtu europianët në thojza nuk dalim? Pra kjo është pyetja që ne do t'i bëjmë vetes. Dhe përgjigjja është për 1000 arsye kulturore, antropologjike, kombëtare, ekonomike, historike, nuk ka rëndësi, ne jemi një popull me zero kosciencë komunitare. Zero. Fare, s'kemi asgjë ne. Dhe pa i thritur kokës, pa i thritur mendjes ne, nuk ka për të bërë asgjë në këtë vend. S'ka për të bërë asgjë, sepse dhe politika kur bën ndryshime, kur edhe politikanët, ta shtetarët, kur duan të bëjnë gjëra, normalisht edhe një reformë progresiste, ke të pamundur ta vësh në zbatim në momentin kur njerëzit nuk ta zbatojnë, në momentin kur njerëzit nuk ta implementojnë. Kështu që e gjitha, domethënë shkon ke kultura.